Cila është skena më e bukur e filmit për ty? Ku i thëm Indrit e donit këtë rast fakt, ku i thëm që jem përfshi ma shumë me ty emocionalisht që me dashurume, që fakt e ndjej, është vjen një kohë ku e shef ti ashta që në proces të aktrimit e shef që nuk je tu aktru, je përfshi për një me. Edhe kjo është e bukra e aktrimit, nashta që janë edhe do momente ku ti përfshish edhe e shef që nuk je tu aktru mo, je tu e botondën. Edhe ajo ku një skenë që më ka dalë ka una reale. Ti mendon që dashuria është një shpëtim i madh në jetë për njeriu? Dashuria që të buron prej teje, jo që ti e lyp me ta dhun tjetër kush. Të dashurin e jetës tënde ti për çfarë e vlerëson? A ka pas një moment vështirë në të tënde kur ai vërtet është gjendur, ka qenë aty krateja? Po, momentet më të vështira në fakt e them që ai e ka po anën më të errët temën. Për ato edhe meriton anën më të mirë temën, edhe jam ka una komplet vetvetja me ato. Tu ndosht në proces tem. Pa më pengu, pa më diku, veç tu ndosht, edhe tu më pranu që jam. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.